Lumturia s'ka mosh, dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet. Dynja lakmova, pasaj vrapova, se lumturin ajo s'ma jep, tash e kuptova. Lumturia s'ka mosh, dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet, dynja lakmova. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut gjithëmëshirshëm të mëshirëplotit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miq të dashur, ju përshëndes kudo që jeni. Mirë se vini në emisionin e radhës. Ajo që po shohim bashk është një pallat prej pallateve më të mëdha në Turqi. Jemi në Istanbul dhe ky pallat ka një histori. Në fund të periudhës së sundimit perandisë osmane, dihet se Aleanca Evropiane veç e ka bot veten dhe thuhet se e ka dobësu skajshmërisht perandorinë osmane. Dhe në këtë kohë perandoria është quajtur njeriu i smur. Dhe ka pas shumë problematika edhe ekonomike edhe gjitha fushave tjera. Njëri nga këshilltarët më të afërt të Abdulhamidit, Sultan Abdulhamidit, thuhet se i ka preferu sultanit me ndërtu një pallat madhështor dhe me atë pallat kinse me frigu Evropën dhe një farforme me tregu se perandoria ende është e fortë, ende është e fuqishme dhe nuk e ka rendin më urzu. Megjithatë mbarohet ky pallat, ndërtohet ky pallat, në të instalohen gjitha bukurit e atëhershme, por ky pallat kaq madhështor nuk e frigon as Evropën as armiqtë e perandorisë. Sepse nëse ke vetëm dukje, po nuk ki brendësi, nuk i frigon armiqt. Tema e radhës që do të diskutojmë bashkë është kriza e famës apo dëshira për të zhduk, dëshira për të shfaq në kurriz të asaj që është brenda. Bashkë do të jetojmë në hijen e kësaj teme. Populli ynë shpesher thotë thënien e njoftur, Arusha nuk frigohet me tupan. Çështja e dukjes, çështja e të jashtmes, çështja e famës janë gjitha këto çështje të nevojshme për njeriu dhe ashtu siç e kemi cek disa herë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është pyet për dukjen, është pyet për pamjen, për elegancën e muslimanit dhe ka thonë Allahu xhamilun yuhibbu jamal. Zoti është i bukur e don të bukurën. Por siç e dini që disa emisione jemi të trajtuar ne çdo dhunti të Zotit, e cila po të i kalohet vija të lejuarës dhe me të mirën e Zotit pastaj po kalojmë ndaluarën. Domethënë çështja e dukjes është definitivisht pjesë përbërëse e jetës, pjesë përbërëse e muslimanit, është shumë e rëndësishme, por po flasim për një njeri i cili dukja i ka bën magji, dukja ka mashtru. Sot po flasim për magjin e dukjes. Një njeri i cili e ka zhvillu të jashtmen, është prokupu me të jashtmen, në kurriz të brendshmes, në dam të brendshmes, gjithçka njët e ka matë me të jashtmen. Një farforme dukja ju ka bu lloj idhulli. Asnjëherë asnjë gjë nuk e këshyr të brendshme dhe të jashtmen. Çdo gjë e matë njët vetëm me të jashtmen dhe kemi një situatë kur ky njeri është i mashtruar dhe është një lloj magjie i ka bo aspekti i dukjes. Për ata kjo është shpesh herë ndesh edhe me vetë porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ju e dini që pejgamberi alayhis salam e ka thonë hadithin e njoftun inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allahu i madhëshëm nuk i shiqon fizionomitë tuaja, as nuk i shiqon trupat tuaj, as fytyrat tuaja, por ai shiqon zemrat tuaja. Prandaj kjo është ajo që me të vërtetë shpesh na ndodh të jemi të mashtruar me dukjen në kurriz të brendshmes. Sepse nëse flasim për një balancë mes të jashtmes dhe të brendshmes, atëherë gjithçka është në rregull. Por po flasim kur gjithçka është zhvillu dhe gjithçka është matë me të jashtmen dhe është kjo thjesht e ka damtu të brendshmen. Sidomos çështja e dukjes të dashur vëllezër ka shumë bëj me aspektin e njetit. Nëse dukja jote
është me njetë të pastërt. Ajo është sunet. Edhe mikra, edhe pamja, edhe pantallona tu, edhe dukja, edhe gjithçka që është që i saj përket elegancës. Nëse është me njetin e mirë, ajo është sunet i pejgamberit alayhis salam. Por nëse është me njetin e mburrjes, njetin e kërkimit famës, njetin që t'jetë me kthy shiqimin ka ti, njetë me u habit me ty e kështu me radhë, atëherë e gjitha kjo dukje me të vërtet ka kalu një lloj smundje dhe është bërë një lloj idhulli. Si zakonisht temen vazhdimisht po mundohem me gjetë shenjat e një njeriu i cili ka fillu me keq përdor dukjen edhe ka fillu me keq interpretu dukjen edhe gjithherë po flasim për simptomat. Cilat janë simptomat kryesore të një njeriu i cili ka disbalancë mes dukjes edhe asaj që është e brendshme. Simptomi i parë është njeriu i cili i nënçmon njerëz që kanë dukje të thjeshtë, i nënçmon njerëz që kanë dukje modeste. Keni kujdes, po shprehem decidivisht i nënçmon, sepse ka dallim me pas ndjenja modeste, karshi një pamje modeste, edhe ka dallim me nënçmu dikan me pamje modeste, sepse është bëhemi real. Nëse që njëri me elegancë, me një dukje, domethënë elegante, ki një lloj emocioni ose ki një lloj respekti ma shtesë ndaj tij. Ndërsa nëse sheni njëri krejtësisht thjesht edhe modest në dukje, mund të kesh emocione ma të thjeshta karshi tij. Kjo një farformë është këtë mësazat njerëzorës, por na po flasim kur njeriu fillon me i nënçmu njerëz që kanë dukje modeste, atëherë kjo është simptomi i parë që ky njeri gjithçka e mat me dukje. Domethënë, pse ky i nënçmon njerëz që kanë dukje modeste, sepse për këto gjithçka dukja, për këto gjithçka pamja. Dhe ky njeri nuk i njeh, domethënë, pamjet modeste, dhe nuk i vlerëson pamjet modeste, vetëm ato pamje që janë thjesht elegante dhe janë, domethënë, pamje të një luksi, nëse mund më quaj. Nëse analizojmë edhe atë historinë e partë muslimanëve, mos harroni diçka që njëra prej pengesave elementare të mekazëve pse ishin muslimanë ishte kjo. Nëse doni me bë pyetje pse Ebu Lehebi nuk u bë musliman, njëra ndër vërejtjet kryesore të Ebu Lehebit, karshi feston ka qenë qysh ka mundësi Ebu Lehebi me qenë barabart me Hazreti Bilalin radiallahu anhu. Edhe kjo nuk ka qenë thjesht ajo vërejtja veç e Ebu Lehebit, kjo ka qenë vërejtja shumicës së mekazëve, të cilat e kanë llogarit nënçmim edhe kanë llogarit ulje, ata të barazohen në dukje me Bilalin. Ata nuk pranonin që të faleshin bashkë, besonin bashkë, të uleshin bashkë me Bilalin, sepse e nënçmonin dukjen edhe pamjen e Bilalit. Kam lexuar një histori të mirë në Amerikë, ekziston në Amerikë një universitet Stanford. Ky universitet ka shumë një histori interesante. Keni ndëgjuar sigurisht për Harvardin, është një universitet i njohur në Amerikë, në Kaliforni, besoj që gjithë keni ndëgjuar. Aty ka studiuar domethënë vitet e 1884 po bisedojnë. Aty ka studiuar një djalë i ri 20 vjet, edhe gjatë studimeve domethënë e gjen një ndeshje komunikacioni vdes, edhe prind e këtij djalit shkojnë tek rektori i universitetit, edhe për respekt që kanë pas për universitetin, kanë dëshirë që krejt pasurinë që kanë, mi adhuru universitetet edhe me ndërtu një pjesë ose një aneks mrena Universitetit Harvardit, edhe mi janë gjitë emrin e djalit tyne, 20 vjeçarit, i cili vdes ndeshje komunikacionit. Prind e këtij djalit, kur hyn në universitet, shumë pamje të thjeshtë, shumë pamje modeste. 3 ore presin rektorin veç me dalë me fol me ta. Sepse thjesht rektori nuk i bën hesap për shkak të pamjes. Mas 3 ore ju thet nuk muj me pranu këtë kërkesë tuaja, se me nis sa njëri ka studiu, sa njëri vdes këtu na do të me pas një abor me 50 hektar me marrë ndërtesa mbrana Harvardit. Edhe thjesht i nënçmon edhe ju thot se duhet 7.5 miliard dollar për me ndboni një gjotë tillë. Çka ndodh në këtë rast? Kur nënçmohet dukja, kur nënçmohet pamja, këta dy prind, shumë modest, shkojnë, kthehen të pikëlluar sigurisht, e shesin krejt pasuninë e tyre, edhe thojnë sa ndërtojnë na aneks mbrana Harvardit, pse se ndërtojmë në një universitet
edhe angjesin emrin Stanford, i cili e përmban emrin e familjes. Rektori i Harvardit thjesht e ka nënçmu një pamje dhe ka hup një kapital me 7.5 miliard dollar. Shpesher na ndodh kjo që na i nënçmojmë pamjet e njerëzve, i nënçmojmë pamjet modeste. Por mos harroni se ata shpesher kanë esencë, ata kanë brendësi të madhe, ata kanë përmbajtje të madhe. Ne vazhdimisht e themi, devotshmëria edhe takvulloku që shpjegojna shumë, nuk është punë forme, devotshmëria është përmbajtje para se të jetë çështje forme. Smundja e parë është kur njeriu i nënçmon njerëz që kanë dukje modeste. Simptomi i dytë është njerëz që pretendojnë se dinë. Njerëz që kanë dëshirë mu shfaq me dijen e tyre. Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu thot, mos e kërkoni dijen për m'ja mbyll gojen ignorantëve. As mos e kërkoni dijen me i polemizu dietarët. As mos e kërkoni dijen me tërheq vëmendjen e njerëzve. Subhanallahu, sot kena probleme edhe me dijen fetare. Shumë njerëz studiojnë, shumë njerëz mësojnë thjesht për me i tërhiq masat, për me fitu famë. Dija nuk merret për këtë gjë. Dija merret për hir të Allahut mandushëm. Edhe për hir me mësu njerëz. Halli jonë është m'ju dhon njerëzve islam, m'ju dhon njerëzve informata të sakta. Nuk ka hall i famës tonë, nuk është halli i reputacionit tonë. Çështja tjetër në këtë rrafsh është gjithashtu veprimet abnormale ose veprimet jo normale. Shumë njerëz në jetën e tyre kanë dëshirë me bo veprime jo normale ose jo të zakonit, jashtë zakonit, thjesht veç për me qenë yje, veç me kriju famë. Për shembull, ose petkun, ose kerrin e tij, ose shtëpinë e tij, ka dëshirë me bo diçka jashtë asaj që mësu shoqënia, jashtë atij adetit që e quajmë na. Njerëz që bojnë kësi veprime në shoqëni, që janë veprime jashtë mentalitetit, jashtë kapacitetit, jashtë domethënë atij standardit të një shoqënie, dyshohet shumë se këta njerëz janë të kërku famën. Një njeri që ka kerrin e tij dhe ja tërheq zonin radios në kerr deri në vollumin në maksimum. Ky njeri nuk e ka dertën se ky po do me ndëgju diçka. Ky njeri e ka dertën me tërhiq vëmendjen e njerëzve tek ai. Pse ti kur shon diçka nuk e lëshon me ndëgju vet? Pse duhet me tërhiq vërejtën vëmendjen e tjerëve? Këto janë tri smundjet, janë njerëzve të cilët vujnë për famë, njerëzve të cilët e kanë bë të jashtmen Zot, e kanë adhuru duken edhe pamjen. Zoti na rujt, megjithatë duhet të jemi shumë sinqertë dhe duhet mundohemi të jemi objektiv karshi këtyre simptomave, sepse bëhemi sinqert, mund të na ndodhë shpesh herë të sprovohemi, ose me nënçmu njerëz me pamje të thjeshtë, e cila ishte smundja simptomi i parë, ose shpesh herë të pretendojmë se dim dhe atë dije për me të rriq vëmendjen e tjerëve, ose bëjmë veprime shpesh herë të çuditshme apo jashtë zakonit që me tërhiq vëmendjen e tjerëve. Cilat janë pasojat nëse në njeri gjithçka në jetë ka veç dukje, veç pamje. Pasojën e parë humb shumë. A dini çka humb më shumë ti më rëndësi në jetë? E humb mirësinë e shumë njerëzve, mirësinë e brendshme shumë njerëzve. Për shembull ti kanë herë nuk e preferon me najt me një njeri që ka pamje të ulët ose që ka pamje modeste. Pse e thjesht ti e nënçmon dukjen e tij. Por në bëj pyetje, nëse ti ulesh edhe bisedon me ta, ai mund të jetë shumë i pasur në brendësinë e tij, shumë i pasur në mendimet e tij, shumë i pasur në fjalimet e tij. Dhe njerëz të cilët janë sprovuar me dukje edhe gjithçka kanë dukje në jetë, ata njerëz privohen prej të mirave të brendshme të tjerëve, sepse ata nuk i vlerësojnë brendësitë, ata i vlerësojnë vetëm të jashtmen. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me një rast ka dashur Hazreti Muhamedi alayhis salam me përmirësu këtë koncept të shokët e tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe me një rast ka qenë ulur me gjithë shokët e tij, edhe ka kalu pranë tyre një njeri i cili kishte veshje elegante, ishte njeri i pasur, kishte pamje të bukur. Edhe ai ju tha Hazreti Muhamedi alayhis salam, çka thoni për çet njeri?
I thanë ja Rasulullah, o i dërguri Allah, që ky njeri nëse shkon dikuj me lyp dorën e vajzës, nëse i lyp me bom mik, gjithçysh bëhet mik. Nëse ky njeri flet, i dëgjohet fjala. Nëse ky njeri ndërmjetëson dikun, sigurisht që i pranohet ndërmjetësimi. Mas ti erdhi një njeri tjetër, me duke krejtësisht modeste, me një pamje tepër thjesht. Hazreti Muhamedi alayhis salam ju tha shokët vet, çka mendoni për këtë tjetrin? I thanë ja Rasulullah, ky burr, nëse dikuj i kërkon miqësi, i kërkon dorën e vajzës, shtiro me bu dikush mik. Ky njeri kur flet, a ndëgjon kush as ndëgjon. Ky njeri po e çove diku me ndërmjetësu, se dia të kryen puna jo. I tha wallahi, ky i dyti me ato të parin ka dallim si toka me qiellin. Ky është më i mirë se i pari, karshi tokës dhe qiellit. Shtrohet pyetja këtu, pse o më i mirë? Mbi çfarë bazë është më i mirë? Nëse matim me dukje, i pari ishte më i mirë sepse kishte elegancë. Jo, Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtu pe mat brendsin, çka një çështje që pju ik sahabëve këtu. Pju ik brendësia pju ik, sepse ky lloj konstatimi është konstatimi jashtëm. Ndërsa Hazreti Muhamedi po do me tërhiq vëmendjen te brendshmja. Edhe po do më tregu se keni kujdes. Pasoja më e madhe e smundjes së dukjes është që ne provohemi pej të mirës së brendshme të shumë njerëzve që në brendësi janë shumë pasur, po kanë dukje modeste. E dyta, pasoja e dytë është nënçmim botën tjetër. A dini pse nënçmim botën tjetër? Sepse feja jonë vazhdimisht na mëson që dënimi i Zotit vazhdimisht është në përputhje me të ligat. Nëse në këtë botë i ke nënçmu njerëz, e njëjta do të ndodhë botën tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kush nuk i mëshiron të veçlit ton. Keni kujdes çu e kuptoni të veçlit. Sepse të veçlit na zakonisht i shpjegojnë të veçil në mosh. Por hadithe përfshin edhe njerëz të veçil në kuptimin e kontributit, kuptimin e mundësive, në kuptimin e të arriturave. Nuk është i vogël ai që ka vjet pak, po i vogël edhe me thjesht me në fusha tjera të jetës. Nuk është prej nesh ai që nuk ka mëshirë ndaj të veçelve. Dhe nuk është prej nesh ai që nuk i respekton të vjetrit. Për hir të angazhimit, të aktivitetit tyre, të punës tyre. Kishini kujdes, kur themi nuk i respekton të vjetrit, zakonisht të vjetrit nuk kanë ndonjë dukje. Sepse mosha ka bot veten. Atëherë pse respektohen të vjetrit? Për shkak të punës tyre, për shkak të brendësisë tyre, për shkak të angazhimit, veprimtarisë tyre e kështu me radhë. Allahu i Madhnueshëm në ditën e gjykimit, subhanallahu sa bukur e ka thënë Allahu i Madhnueshëm, njerëz dalin te Zoti me vepra, dalin me dukje, dalin me bagazh të punëve. Çka po thot Zoti? Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Sa kodra që punë të mira të Zotit. Atë ditë nuk i bën dobi kujt as malli as evlad, veç kush i paraqitet Zotit me zemër të pastër. Krejt dukjet tua, nëse s'kan buru pe një zemër të pastër, kot. Krejt eleganca jote, krejt pedantria jote, nëse s'ka buru pe një zemër të shëndosh, ato krejt hedhën në ujë. Në pjesën e tretë, shumë shkurt, po bisedojmë shërimi, po na intereson shërimi gjithëherë. E para, ruje gjuhën, ke kujdes mos nënçmo. Ruje gjuhën sepse Imam Shafiu ka thonë shumë një fjalë të mirë. Ka thonë, dia një plom është mendimallësi. Dietarët kanë thonë, dia i ka nivele, keni parasysh, shkenca ka nivele. Njerëz që janë nivelin e parë dijes, janë shumë të sprovuar me mendimallësi. A keni mujt me vret? Njerëz kur shkojnë në fillim studimeve, në fillim të shkencës, shumë është optimal me qenë mendimall. Tu thellun shkencë, tu thellun dije, tu bon modest. Sepse njerëz që dinë sipërfaqësisht janë shumë optimal me qenë mendimdhej. E dyta, shoqëroj njerëz modest, ulu me njerëz modest. Kisha dashur shumë të nderuar miq, jetoni me mua për një tregim, me të vërtet duhet më nal çdo besimtar. Hazreti Muhamedi një ditë ka qenë me shokët e tij. Edhe ju ka thonë shokëve të tij, nëse e takoni një burr, thuni le të lutet për ju,
se ai burr nuk i kthehet lutja mrapsht. I kanë thonë ja Rasulullah, kush është ai? I ka thonë ai nuk ka në mesin e juve, ai do t'jen mas nesh. Domethënë nuk është sahabi, nuk u taku me pejgamberin alayhis salam. Mirë po paramendoni, e ka përmend pejgamberin mungesë. Edhe një farformi e ka ngrit pozitën e tij në nivel të shokëve të tij. Ka fol për Uwais al-Qaranin, një jemenas. Një burr që thuhet ka qenë shumë modest, ka pas tepër pamje modeste. Hazreti Omeri prej asoj dite, 10 vjet e ka lyp Uwais al-Qaranin. Vitin që e ka takue, s'falla, ai sa herë ka shku me i taku jemenast, ai ka mendu që Uwais al-Qarani një burr e njohin këtë Jemeni, na i fal lideri, na i fal njëri me elegancë. Ai kur shkoj kemi vetë jemenas, e njihni Uwais al-Qarani do thëshin se njohim. Para mendoni pejgamberi ka paralajmëru, jemenas nuk e njohin. Vitin e fundit të udhëheqjes së tij, thuhet shkon Hazreti Omeri në haxh, edhe takohet me jemenas, i thot a njihni një burr e ka emrin Uwais al-Qarani. Thojnë po bre, po mdo këtu ardh sa herën haxh, po nuk rejnë ai me neve, ai ka një 20 copa dele, ka një veshje thjesht, s'përzihet shumë njerëz, ai është shumë njëri thjesht. Thot ju plaçin syt, po ju nuk e dini kush është ai. Direkt shkon Hazreti Omeri, ulet, edhe i tregon mas pari kërkon më bodo. Uwais al-Qarani tepër modest, i thot Hazreti Omerit, unë më lut për ty, ti je sahabi pejgamberit, ti je halife muslimanëve, ti ke boll, ti më ardh këtu, ti ke bo sakrificë. I thot o burr, lutë se unë jem konë me mezhlis pejgamberit, Hazreti Muhamedit ka përmend me emën, ka thonë ty, nëse takoni Uwais al-Qaranin, thuni le të bën dua se duaja pranohet. I ngrit durt dhe lutet për Hazreti Omerin. Pe knatësisë të madhe Hazreti Omeri thot, apo vjen me mua në Medinë, me jetu në Medinë, me ta boni rrugë, me ta boni ven, edhe me jetu bashk. Një thot jas ka mundsi. Thot ata bëj një kartë që ku të shkojsh me ble, me pas zbritit çmimit, që është sot rani ri botnor. I thot jo nuk duane. Thot una diçka më duhet. Unë i kam delet me veti, i kam petkat me veti, mu s'm duhen as me anë Medine, as m'm duhen paret, mu më duhet për kushtim ndaj Allahut manush. Thuhet se Hazreti Omeri deri ka vdek kur nuk e ka lëshu pe gojë Uwais al-Qaranin, edhe ka thjesht e ka kërku kohë gjatë më ul me ta. Nëse doni me luftu smundjen e dukjes, rrini me njerëz modest, sikur që e ka bu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E funit po du me tregu, sidomos po flas për njerëz që merren me feje, studiojnë fejen, po du m'ja tregu një ngjarje të Imam Malikut, rahimehullah. Imam Maliku ka qenë xhami të ligjeru, i ka ardhur një njeri prej Andaluzit, një njeri prej një distancë shumë të lartë. I ka pas me veti 48 pyetje. Kur e ka kry Imam Maliku dersin, u qun njëni e ka pyetje të fikut. Imam Maliku a dini sa u përgjigj? Veç në 12 pyetje u përgjigj. Edhe u quaj burre ka vetë. I ka thonë, se s'pon përgjigjesh pyetje tjera, ka thonë, nuk i di. Ka thonë, qysh mu i kthehen atë populli jam edhe m'ju thonë popullit tam, Imam Maliku nuk i ka ditë përgjigjet. I ka thonë, o burr, shko thuj popullit tanë pa asnjë telashe, nuk di, nuk ka ditë Imam Maliku. Na asa djena atë sprovun me këtë telashe, kur del hoxha në mision aty mo s'ka s'dia, 1 milion pyetje me abu krejti din. Dhe me thonë, vujmë shpesher nga ajo që zguzojna me thonë s'di, se i tutëm prestigjit, i tutëm dukjes, asnjë telashe s'është me thonë s'di. Imam Ebu Hanifja ka qenë mezhlis dijes, edhe thuhet ka funi jetës ti, ka pas pak probleme me shëndet Imam Ebu Hanifja, rahimehullah. Edhe në mezhlis e ka shtri pak një nën kom, edhe ndërkohë vjen mezhlis një burr me pamjet hoxhës, mjekrën e zezë, kapuçin e hoxhës, gjyben e hoxhës. Edhe Imam Ebu Hanifja mendon se me të vërtet ky duhet me qenë njëri i dishëm,
në bazë dukjes, du të me këzinë shumë i meqëm. Edhe ka dale të rjek kamën e Bu Hanifja, normal, respekt për atë njeri në prezent, të mendu se është njeri i dishëm. Edhe ndërkohë, gjatë bisedes, ai burri po bën një pyetje. Po i thotë Bu Hanifes, kur hin namazi akşamit? E Bu Hanifja po i thotë, namazi akşamit hin kur të përëndon dielli. A i tha, o Gjefendi, e me bomus me përëndu dielli? Imam e Bu Hanifja tha, shtraja komën se s'ka ka punë ti kur gju. Allah i na falë, përshëndetje, selamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Lumturia s'ka mosh, dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet. Dynja lakmova, pasaj vrapova, se lumturin ajo s'ma jep, tash e kuptova. Lumturia s'ka mosh,